subhanallahu, njeriu vetëm të shohë, domethënë zhvillimin e embrionit, barkun e nënës, mënyrën se si e paraqet Kurani dhe e ka vërtetuar shkenca, njeriu kupton, domethënë dashurinë, për kujdes, dhimbshurinë, mrekullinë e Zotit, domethënë në 9 muaj të prodhohet një njeri brenda një njeriu. Dhe emocionet që lidhen dhe shumë gjëra që sot teknologjia si arrin të ajo që është më e rëndësishme fakti siguria e zhvillimit të procesit. Pra në mënyra se si zhvillohet, mënyra se si rritet embrioni, fazat që kalon embrioni, do të thonë është mrekulli në vete. Dhe në fund fare, nga një njeri del një njeri tjetër. Dhe vazhdon nga një njeri dalin njerëz të tjerë prap. E kështu vazhdon, si më thënë, jetën tokë. Kjo është mrekulli e madhe. E gjitha është një proces shumë të sigurt. Për këtë arsye, domethënë, ka edhe aborte kështu, mirë po janë shumë pak në krahasim me atë që lindin njerëzit normalisht dhe zhvillohet jeta në tokë. Për këtë arsye numri sot le të themi ka arritur në 8 miliard. Si ka mundësi, domethënë është mrekulli e Zotit. Sepse po të ishte në dorë të njeriu, njerëzit do të veshin rregulla, do të kishin kufizime, mirë po është punë e Zotit dhe është caktimi i Zotit dhe jeta vazhdon në tokë dhe do të ketë. Pra është një proces shumë i sigurt. Pavarësisht se madhështia e mrekullisë, fuqia e mrekullisë është shumë e madhe, mirë po mënyra se si zhvillohet është një proces shumë të sigurt. Është një njeri që zhvillohet brenda një njeriu dhe del një jetë nga një jetë pa u rrezikuar jeta si më thënë e nënës, domethënë është mrekulli e madhe. Sepse mënyra se si zhvillohet është domethënë po ta shohësh nga një anë ka rrezik shumë të madh, por nga ana tjetër është siguri shumë e madhe. Pa mënyra se si përzgjedhet, mënyra se si kryhet fekondimi, mënyra se si qëndron disa kohë jashtë dhe pastaj përmbledhet në mitër, pastaj mënyra se si shndrohet nga faza në fazë, nga etapa në etapë, gjitha këto janë mrekulli. Po një siguri të madhe, pra Zoti i Madh e ka përcaktuar në formë të tillë që në fund fare do dalë një rezultat shumë i kënaqshëm për familjen, për çiftin, po edhe për shoqërinë, sepse siguron, domethënë ekzistencën e racës njerëzore në tokë.